Agjencia për Inteligjencë të Brendshme në Gjermani e klasifikoi të premten partinë e ekstremit të djathtë Alternativ für Deutschland si një entitet ekstremist që kërcënon demokracinë, një veprim që i mundëson asaj të monitorojë më mirë partinë që doli e dyta në zgjedhjet federale të shkurtit. Statusi duhet ta bëjë më të lehtë për autoritetet të përdorin metoda sekrete për të monitoruar partinë, për shembull, duke rekrutuar informator konfidencial dhe duke përgjuar komunikimet. AFD nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga agjencia e lajmeve Reuters. Kuptimi i Partisë për Popullin i bazuar në përkatësinë etnike dhe prejardhje nuk është në përputhje me rendin demokratik dhe të lirë, tha kjo agjenci. Ai synon të përjashtojë grupet të caktuara të popullsisë nga pjesëmarrja e barabartë në shoqëri, të nënshtrojë ata përballë një trajtimi që shkel kushtetutën, thuhet ndër të tjera në përcaktim. AFD nuk i konsideron qytetarët gjermanë me prejardhje emigrantësh nga vendet kryesisht muslimane si antar të barabartë të popullit gjerman, shtoi Agjencia për Inteligjencë të Brendshme në Gjermani.